Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, po ndiqni lajmet e gjuhës shqipe në televizionin K3. Me rastin e fillimit të muajit të Ramazanit, dërgoi urim deri te kryetari i Bashkësisë Fetare Islame në Maqedoni, Reis ul Ulema Haxhi Efendi Rexhepi, sot drejtoresha e Komisionit për Marrëdhënie me Bashkësi Fetare dhe grupet religjioze Valentina Bozhinovska. Drejtoresha e Komisionit për Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare dhe grupet religjioze Valentina Bozhinovska, me rastin e fillimit të muajit të Ramazanit, dërgoi urim deri te kryetari i Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë, Reis ul Ulema Haxhi Efendi Rexhepi. Më lejoni që juve personalisht dhe antarëve të reisit, muftinijeve, imamëve dhe të gjithë qytetarëve të konfesionit islam në Republikën e Maqedonisë t'i uroj fillimin e muajit më të shenjtë të muslimanëve Ramazan, duke ju dëshiruar që ditët të këtij muaji t'i kaloni në paqe dhe mirëqenie në familjet dhe shtëpitë e juaja. Le të jetë kjo festë nxitje për ruajtjen e vlerave universale të muajit Ramazan dhe në këtë frymë të vetdijes më të madhe dhe të pastrimit shpirtëror, të përkushtohemi në ndihmën e ndjersjelltë dhe respektimin si vlera më të larta të cilat kontribojnë për të ardhmen tonë të ndritur, thuhet në urim. Kreu i Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë, Reis ul Ulema Sulejman Rexhepi, në mesazhin drejtuar besimtarëve, i ka ftuar ata të jenë të devotshëm dhe të luftojnë të gjitha shenjat dalluese të së keqes. Për besimtarët musliman, sot fillon muaji i agjerimit të shenjtë të Ramazanit. Kreu i Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë, Reis ul Ulema Sulejman Rexhepi, në mesazhin drejtuar besimtarëve, i ka ftuar ata që të jenë të devotshëm dhe të luftojnë me të gjitha shenjat dalluese të së keqes. Të dashur besimtar, muaji i Ramazanit është periudhë e shtimit të ibadeteve, të lutjeve, por edhe të reflektimeve mbi spastrimin e shpirtit, mbi gjetjen e rrugdaljes nga problemet e përditshme. Vetëm në këtë muaj, në momentin e reflektimeve, çuditërisht gjehet një nevojë e zjarrt për dituri, për arsim, për edukim, për të qenë model i përhershëm i njeriu të mirë. Agjërimi si veprim është akt i mrekullueshëm sepse bëhet për Zotin, sepse të bën të mirë, të butë, të dashur. Është i vështirë, por është një sprovë e këndshme, është i rëndë, por është shumë i shpërblyeshëm. Lum ai që pret këtë muaj të agjerimit, thuhet në mesazhin e urimit të kreut të Bashkësisë Fetare Islame Sulejman Rexhepi. Ai gjithashtu ka ftuar besimtarët që këtë muaj ta përmbushin vetëm me ibadete dhe me vepra solidare, me lutje drejtuar Zotit të Madhërisëm që këtë muaj ta kalojë më mirë e mbar. Ju qoftë për hajër të gjithë ky muaj i shenjtë. Mëshira, dashuria, bekimi i Zotit, të gjithë mëshirshëm qoftë mbi ne, mbi popullin ton, mbi muslimanët dhe mbi gjithë njerëzimin. Paqja e këtij muaji mbi sundoft për jetë. Përfundon mesazhi i kreut të Bashkësisë Fetare Islame, Reis ul Ulema Sulejman Rexhepi. Ose të gjejmë zgjidhje për problemet tona në mënyrë konkrete, ose Republika e Turqisë nuk do të jetë barierë në linjën e parë të problemeve në Europë, tha kryetari i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, duke ju referuar marrëdhënieve të Bashkimit Evropian me Turqisë për ndaljen e fluksit të emigrantëve. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan thot se akuzat se Perandoria Osmane ka kryer gjenocid kundër armenëve para më tepër se një shekulli po përdoren për të shantazhuar Turqinë. Më tutje, duke folur presidenti i Turqisë disa ditë pasi parlamenti i Gjermanisë e miratoi rezolutën me të cilën vrasjet e armenëve gjatë luftës së parë botërore cilësohen si gjenocid, zotëri Erdogan është kërcënuar me largim nga bashkëpunimi me Bashkimin Evropian. Ose do të gjejmë dhe për problemet tona në mënyrë konkrete, ose Turqia nuk do të jetë barierë në linjën e parë të problemeve në Evropë, tha Erdogan, duke ju referuar marrëveshjes së Bashkimit Evropian me Turqinë për ndaljen e fluksit të migrantëve. Nga shumë historianë dhe disa shtete, masakra dhe deportimi i afro 1.5 milion armenëve nga Perandoria Osmane gjatë periudhës së parë botërore konsiderohet si gjenocid. Turqia kundërshton këtë vlerësim duke thënë se armenët vdiqën në numër shumë më të vogël për shkak të konfliktit civil e jo për shkak të përpjekjeve të planifikuara të qeverisë otomane për argjësimin e armendëve që ishin minoritet i krishterë.
Carter ka ritheksuar se Pekini rrezikon të ndërtojë një mur të madh autoizolimi me politikat e tij ekspansioniste në ujëra territoriale të kontestuara. Ndërtimi i ishujve artificial nga Pekini në hapësirat mes ishujve të konstatuar në detin e Kinës juglindore do të shkaktojë veprime nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të tjera. Ka qenë ky paralajmërimi i sekretarit amerikan të mbrojtjes Ashton Carter gjatë fjalimit të tij në samitin mbi sigurinë që po zhvillohet në Singapur. Carter ka ritheksuar se Pekini rrezikon të ndodhej në një mur të madh autoizolimi me politikat e tij ekspansioniste në ujëra territoriale të konstatuara. Shefi i Pentagonit ka propozuar një bashkëpunim të gjerë në aspektin dypalësh për të reduktuar rreziqet për incidentet eventuale. Por e menjëhershme ka qenë edhe përgjigjja e Kinës. Admirali Guan Youfei, komandanti i zyrës kineze për bashkëpunim ushtarak ndërkombëtar, ka akuzuar Carter për mentalitet të luftës së ftohtë. Për sulmuesin e Dortmund kanë shprehur interesim dy trajnerët të cilët morën skuadrat në Premier League këtë sezon. Guardiola dhe Mourinho, gjithashtu interesim për sulmues kanë shprehur edhe Reali Madridit. Ekipi i futbollit të vogël Kalešnjaki nga komuna e Likovës janë fitues të turneut tradicional të njohur në futboll të vogël Musa Musau që përfundoi në Preshev. Ekipi në fjalë në finale mundi ekipin Tobler nga Rainca e Preshevës me rezultatin 4-1 me gola të shënuar nga Jasir Zeqiri, Dragan Petrovic, Nenad Petkovski dhe Rexhail Ajdini. Pjesë i ekipit ishte edhe lojtari i njohur Alil Osmani. Kalešnjakit nga Likova ju takuan edhe çmimet kryesore nga organizatorët. Organizata për kulturë fizike në Preshev, kupa dhe mirënjohje. Lojtari i turneut u shpall Dragan Petrovic, portieri më i mirë Amir Veseli, kurse trajneri më i mirë Gazment Hiseni. Në turne kanë marrë pjesë 28 ekipe nga Presheva, Kumanova, Shkupi, Vranja e të tjerë. Turneu është ndjekur nga shikues të shumtë dhe dashamirë të futbollit. Moti sot në mbarvendin ishte i ngrohtë dhe me diell, pati edhe vranësira mesatare. Temperaturat gjatë paraditës lëvizën nga 6 deri më 9 gradë Celsius, ndërsa temperaturat e ditës ishin nga 13 deri më 29 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, me informacionin e fundit mbi motin, po e përmbyllim këtë edicion lajmesh. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për ju. Ju falenderit për vëmendjen, natën e mirë.